Në shkollën Alfea, Wingsat përballen me 4 magjistar misterios dhe mposhten. Fillon një aventurë e madhe për Wingsat. Kjo gjë do t'i çojë të zbulojnë fuqi dhe sekrete të reja. Faragonda do ta zbulojë vetë sekretin e parë. Një të vërtetë të lashtë dhe të tmerrshme për zanat e humbura të botës së njerëzve. Jemi gati, profesor Palladium. Stimulimi mund të fillojë. Projekcionet e reja holo virtuale tani janë aktive, drejtoresh Faragonda. Pra, vajza, tani do të mësojmë në lidhje me historinë e magjistarëve të rrethit të zi. Historia e tyre fillon nga bota e njerëzve, toka. Në atë kohë, energjia e planetit ishte në dorën e zanave. Dhe ato e përdornin për ajrin, ujin, zjarrin dhe për të gjithë natyrën. Por gjithçka mbaroi kur erdhën 4 burrat magjistarët e rrethit të zi. Janë ata! Sigurisht që po! Qetësohuni, duhet të mësojmë gjithçka mbi armiqtan nëse duam t'i mundim. Ata synonin që të sundonin botën duke kontrolluar forcat e natyrës dhe krijuan një magji shumë të fuqishme. Kjo magji i bëri rezistencë magjisë së zanave, kështu ata mundi kapnin zanat dhe t'u vidhin krahët që t'u merrnin magjinë që kishin ato. Kështu gjyqtarët filluan gjuetin e zanave, të gjitha zanat u mposhtën njëra pas tjetrës, fuqitë e krahëve të tyre forconin ogronin dhe njerëzit e tij. Kjo është e tmerrshme. Mund ta shikoj këtë. Po kjo nuk është e mundur. Morgana, mbretëresha e zanave të tokës, u përball me ogronin, por ishte e kotë. Madje edhe zanat e mëdha, rojtarët supreme të forcave të natyrës, nuk mund të shpëtonin nga magjistarët e pamposhtur të rrethit të zi. Ogroni kishte fituar dhe magjia në tokë u zhduk. Kjo është e tmerrshme. Mua më kanë pëlqyer gjithmonë historitë me zana, por nuk e dija që gjërat pas kanë shkuar kështu. Kështu që njerëzit në tokë na harruan, dhe për ta ne u bëm si figura legjendare dhe na kujtonin vetëm në prralla. Por pa zanat, kush do ta mbrojë tokën nga magjistarët? Askush. Dhe bota e njerëzve pa mbrojtje u zhyt në kaos, në luftra dhe urrëtie. Unë nuk mund ta mendoj këtë. Sikur ti kisha përsëri ata djemt në duart e mia. E vetmja mënyrë për t'i mposhtur ata është t'i bëjmë njerëzit të besojnë tek zanat sërish. Magjistarët nuk janë të pamposhtur. Dhe ata bën gabime, dhe nga kjo ne mësuam të vërtetën më të rëndësishme. Që jemi zana të pafuqishme. Jo, Stella, ne e dim që magjistarët e rrethit të zi nuk kanë mbaruar detyrën e tyre. Është akoma një zanë në tokë dhe ka ende kohë për botën. Po njerëzit duhet besojnë te magjia para se magjistarët të kapin edhe zanën e fundit të tokës, ndryshe ata do të bëhen shumë të fuqishëm. Të paktën se kanë gjetur deri tani. Po, ti je rritur në tokë, por bota jote e vërtet është në Sparks apo jo? Po vajza, por në tokë është një zanë që ka nevojë për ndihmën tonë. Duhet ta gjejmë sa më shpejt. Prandaj jeni gati? Jemi të gjitha me ty. Kur do të nisemi? Prisni një minutë. Ku do ikim? Kudo që të shkonin, ndoshta në fillim duhet të përshëndesni dikë që ka bërë gjithë të rrugë vetëm për ju. Drejt nga shatërvani i kuq të gjithë specialistët në shërbimin tuaj. Nabu! Leila, zemër, dëgjova për sulmin e magjistarëve. Si jeni të gjithë? Do të vini më herët, E por rëndësishme është se tani jeni këtu. Më mori malli shumë për ty, Helia. sa do larg që ti jemi, ti do të jesh gjithmonë në zemrën time. Më thuaj, Stella, ishin magjistarët aq të këqij sa i tregojnë? Ishin vërtet të neveritshëm. Duhet i kishe parë Brandon. Ishin të këqij. Dhe tani kanë ikur, prandaj mos u shqetëso. Ajo që ka rëndësi është se ju në fund fitoni gjithmonë. Sigurisht, sidomos nëse fitore do të rish në tokë pa frym, pasi armiqtë tu kanë vendosur të ta kursejnë jetën. Jo, dhe... fitore do të thot kur arrin të buzëqeshësh për një humbje dhe më pas merr hak bashkë me miqtë tu. Fjalë të bukura Riven, dhe më thuaj, veti mendove të gjitha këto? Ë? Hey, je duke më fyer me këto fjalë. Në rregull, Helia i shkroi për mua. Ti e di që ai është i zoti me këto lloj gjërash. Nuk po më përshëndet, Timi? Hej, ka një alternim të helikës në seksionin 701. Duket si një deformim në nivelin submolekular. E pazakont, por jo një anomali e rrallë motorëve transdimensional.
Sistemi i vet diagnostikimit tani do t'i rregullojë të gjitha funksionet dhe koha që ka ngelur për operacionin 3 minuta. Duke marrë parasysh kohëzgjatjen e bisedës son, duhet filloj Tani. Bloom, çfarë ke që je mërzitur? Çfarë pyeti që bën Brandon? E shikon që Sky nuk është këtu? Po mësohem, më duket. Me që u bën mbreti i Heraklionit, Sky nuk ka shumë kohë për mua së fundmi, por unë duhet ta kuptoj këtë. Tani ka shumë punë, ai duhet të sundojë mbretërinë e tij dhe nuk ka as 5 minuta kohë t'i bëjë një surprizë të dashurës së tij. Zana të dashura dhe specialist fisnik, Jakubovian Sky, mbreti i Heraklionit. Ha? Sky, e që sharak! Sky, jam shumë e lumtur që po të shikoj Je prapë. shumë e bukur, princesha ime. Shumë e sjellshme nga ana juaj. Ju lutem, mos e thërrisni ashtu. Sky gjithmonë për ne do të jetë Një specialist. Por mbi të gjitha, një shok. Jam e lumtur që jeni mbledhur përsëri bashk. Po kam frikë se erdhi koha që të niseni përsëri. Misioni që pret Wingsat është shumë i rëndësishëm dhe s'mund vonohet më. Drejtoresh Faragonda ka të drejtë. Shkoni e bëni gati, zana e fundit të tokë po ju pret, kushdo që tjetë ajo. S'duhet të mërziteni, kjo nuk është lam të mirë, vetëm një mirupafshim. E luaj të mirë pjesën. Urej kur i gënjej vajzat e mia, por ato do të kenë nevojë për ndihmën tonë kundër magjistarëve të rrethit zi. Ne nuk e dim nëse Wingsa do të ndeshen më me Ogronin, por në qoftë se kjo ndodh, ne do të jemi gati që të hyjmë në skem. Po, sepse Wingsat nuk duhet të rrezikojnë për asnjë arsye. Ju do të qëndroni afër tyre, por ato nuk duhet ta dinë që ju jeni atje. Humbja e Wingsave nga magjistarët është ende e freskët dhe unë nuk dua që ato të humbasin besimin tek vetvetja. Prandaj nuk dua që të marrin rreziqe të panevojshme. Kam besim tek ju djema. Pas gjithë këtyre aventurave që kemi kaluar së bashku, është hera e parë që jam kaq nervoze. Kam një boshllëk. Mos ndoshta ke uri? Ose ndoshta ke frikë të përballesh prapë me gjuetarët e zanave. Në fund të fundit ne po kërkojmë të njëjtin person dhe mund të takojmë përsëri herët apo vonë me ta. E po unë them se nuk duhet të kemi turp nga frika jonë. Nëse e dim që na frikson, mund të bëhemi më të forta. Le të përqendrohemi në punën tonë. Toka nuk është edhe aq vend i vogël dhe zana jonë mund të jetë kudo. Tekna, mos ke ndonjë kërkues zanash apo diçka të ngjashme me të? Jo, por që ta kompensojmë, tani e di se kushdo na tregoj rrugën që të shkojmë tek zana jonë e vogël. Por këtu janë librat e bibliotekës së Hollit të Magjepsjes. Si arritet ta shtiesh në dorë? S'mund të kopjosh një libër magjie pa leje. Le pastaj një bibliotekë të tërë. Unë mendova se do të na përshpejtonte kërkimet tona dhe pastaj Faragonda më dha leje speciale vetëm mua. Oh, pa dëgjojeni pak. Ej, po kjo mos është pema e jetës? Çfarë peme? Pema e jetës, Stella, e kemi studiuar në lëndën e profesor Wizgis, nuk të kujtohet? Jo tamam, por vëbas që Flora e di. Pema e jetës përfaqëson magjinë në të gjithë universin. Rënjët, degët, gjethet e saj simbolizojnë shpërndarjen e energjisë së magjisë në çdo botë. Pra nëse secila prej nesh ka një vend në atë pemë, dhe zana e tokës duhet të ketë. Mos valla jo gjëja na tregon ku ta gjejmë pemën? Duhet të shkojmë në pyllin e shëndritshëm. Pemët ruhen në fshat nga disa miq tan të vegjël. E po, çfarë po presim atëherë? Shkojmë të flasim pak me atë pemën tonë.
vogël. Au, ju lutem mos nditoni. Jo me kaq entuziazëm, me radhë. Fshati është i braktisur. Kjo është shumë e çuditshme. Po, vërtet e çuditshme. Një skanim me rreze infrat kuqe do të na tregojë nëse jemi vetëm apo piksit janë fshehur diku. Po, është fshehur dikush në atë shtëpi. Ndoshta duhet I hedhim një sy nga afër, ë? Pluhuri I zanave zvoglim. Wow! Mos u shqetëso, është e çuditshme hera e parë. E di, po më duket sikur e gjithë bota rreth meje është bërë më e madhe. A e dëgjuat edhe ju atë? Se pati ndonjë që nuk e dëgjoj? Duhet të analizoj atë zhurmë për të parë se kujt I përket në të vërtetë. Mos bëj shumë zhurmë për këtë. Sigur kjo ishte gjëja më e rrezikshme që kemi parë. Tak, tak. Ç'kemi? Jam Stella. Mund të hyj? Vajza, çfarë duhet të bëj tani? Hyr! Vjen që aty brenda. O Pifi. Gjumashja ime vogël, ishe ti që po bëje gjitha të zhurmë duke gërhitur, a? Qypi për përforcon të zhurmës, sikur të mos ta dje do të betohesha që ishte sistemi im stereo me volum të lartë. Sa keq, po shikon një ëndër të keqe. Ndërsa kjo duket se vjen nga jashtë. Wings Enchantix! Zbrapsu! Drev ke harlisur! Çfarë është kjo gjëja? Shikon brenda pelerinës, duket sikur jemi ne. Si është e mundur? Oqean drite! Hej, ti, shëntir, jam këtu! Eja më kap! Në vend që të ulëresësh tërë ditën kot së koti, shko mbaj një ditë për linjat më mirë. Pa shikoje veten, nuk je fare në formë, nuk e pasur në shtëpi? Tingu mizjat! Hej, nuk kam mbaruar ende, po flisja unë. Ti flet shumë, Stella. Këto tendat janë shumë të rehatshme, por do kisha preferuar të ngelja aq e vogël që të flije rehat në shtëpinë e piksave. Ne do t'ishim darë, por me atë përbindshën këtij rrotull është më mirë të rrim të gjitha së bashku. Nëse ajo krijesa do na sulmoj përsëri, është e mirë pritur ta bëj. Ja dolëm shumë mirë më parë. Ne e trembëm për një sekond. Shpresoj që piksit të jenë të sigurta. Nëse ai përbindshi I lëndon, mos u shqetëso, jam e sigurt se piksit ja dalin vet. Këto qenjet e vogla janë shumë të fuqishme. Qetëso, Pif. Shh, qetëso, jam unë këtu me ty. Leila, vëre Pifin në një vend të sigurt. Po! Ku mendon se po shkon? Wings Enchantix! Enchantix! Tani jeni të lashe. Magjia e Inverit! Energjia e dragois! Stuhia elektrike! Këtu do t'jesh e sigur tani, pa fshëndra të bukura, Pif. E ka
Jo, nuk e ke gabim. Drejt ke harlisur. Paska vërtet fushin breslënse. Po, dhe tani jemi ne shënjestra e tij. Si u vogëlushe? Zinxhiri i lianës. Më nxirni që këtu! Prit! Është shumë e fortë! Zitoni, ju lutem! Sa e neveritshme! Stella, o jo, Stella! Kujdes, Flora! Oh, Stella! Hej, vajza, jam ende këtu! Me sa duket tani jam bërë pa tretshme! Dhe nuk jam vetëm, edhe Pixi tonë që kanë këtu! Stella! Po, Stella, shoqja jote më e mirë, Miss Solaria për 12 konkurse radhazi. Ej, vajza, jemi këtu! Stella dhe Pixit janë të gjalla. Kanë ngelur brenda këtij përbindshi, por janë ende gjallë. Na nxirni që këtej, s'është vend shumë i rehatshëm këtu brenda. Ngadal. Si është Pifi? Ajo vazhdon të shikoj Maxe dhe... Oh, prit pak. Si nuk e mendova më parë unë këtë? Ku jeti? Ku jeti? A je mirë, Muza? Jam qirë pak, po, veç kësaj, jam mirë. Atëherë transformimi Wings! Ke qenë në mundën tonë gjithë këtë kohë, megjithatë ja ku qenë ke. Mbaroj. Eja, këtu loketa ime vogël. Si je, Tuna? U friksove? Po ti si je? Pritë shikoj pak. Dhe për një moment, bam, ne u gjendëm brenda stomakut të këtij përbindshi dhe ju a thash të gjithave, mos keni frikë, kush ka marrë letra? Për fat ai kishte ngrënë me recet. Je gjithë njëjta, çata. Sigur do kisha qenë unë jashtë, do kisha grështuar kështu, edhe kështu. Shiko anën e mirë, Digit. Jemi akoma të gjitha bashk. Por jam ende e pisut. Më duhet një fustan i ri dhe një palë krah ekstra. Është fajesa e fluturës që ha ëndra. Nuk mendova se do ta shihja një në të vërtet. Kam dëgjuar nga Palladiumi në një nga lëndet e tij për kafshët magjike. Ajo ushqen makthet e njerëzve dhe krijon një përbindësh. Kjo është çmenduri. Pra përbindëshi u krijua nga kjo? Jo, Stella, ai përbindshi lindi nga makthet e Pifit. Flutura e bëri real dhe ai i zuri të gjitha shoqet e saj. Kështu pra e vogla ime ende shikon në ëndër gjëra të tmerrshme. Nuk duhet të hash shumë gjatë natës. Pifi thot që biskotet që hëngri nuk e rinduan fare. E janë pas meje. Pema është gati të përgjigjet pyetjeve tuaja. Ja ku është? Kjo është pema e jetës. Qen ka shumë e bukur dhe brenda janë të gjitha fuqitë magjike të dimensionit magjik, drita dhe errësira në ekuilibër të përsosur. Për çdo botë ka një deg të ndryshme dhe për çdo gjethe ka një zanë magjike. Kjo deg e brisht dhe e vogël është dega e tokës. Një deg e vogël nga e cila do të çelë një perlë pas kaq shumë vitesh. Perla e vetme dhe ndoshta e fundit. Po ku është ajo tani, Nimfea? A e di Pema këtë? Ajo është në Gardenia. Blum, zana e re e tokës jeton në Gardenia. Gardenia? Zana e vogël ka lindur në qytetin tim? Kjo është një shenjë. Është një rastësi statistikore. Ose një fat i pabesueshëm.
Çfarëdo që të jetë, ne jemi gati të largohemi. Ne do të vim me ju. Jo, miqtë mi të dashur, ky mision mund të jetë shumë i rrezikshëm, por ju japim fjalën se do të kthehemi shumë shpejt dhe do jemi përsëri bashkë. Tani që e gjetëm përsëri njëra tjetrën, ne kemi një lidhje speciale, nuk jemi kurrë të ndara. Muza më premton se do bësh më të mirën tënde. Patjetër që do të bëj më të mirën time. Dhe pasi të kthehemi, do kemi edhe një zanë më shumë me vete. Ky lajm është shumë i rëndësishëm për ne, sepse kjo do të thotë se një piksi tjetër do zbuloj këtë lidhje magjike që na lidhi bashkë, Gjana. Dhe kush do të jetë ajo? Sipas të dhënave statistikore. Lidhja nuk ka të bëjë me numrat dhe probabilitetin, por me zemrën. Kushdo që të jetë ajo piksi fatlume, ne do të kthehemi përsëri t'ju prezantojmë zanën e fundit të sapo ardhur, zanën e fundit të tokës. Është premtim? Po, është premtim, fjala e Winxave. Shihemi së shpejti! Në episodin e ardhshëm, Winxat shkojnë në Gardenia dhe 6 zana do të zbulojnë se sa e vështirë është jetosh në një botë që s'ka më besim te magjia. Por falë Florës, shumë shpejt vajza do të gjejnë shok të rinj dhe shumë të mirë. Ky do të jetë fillimi i një udhtimi të ri. Jetë është e bukur, dhe çdo